Mjekët me urdhër të prerë, mos qëndroni më shumë se 10 minuta në tualet, mund të shkaktoj këto probleme. 3 minuta mund të shndrohen shumë shpejt në 15 minuta në tualet në momentin që të ri duke parë postime dhe video në rrjetet sociale. Duket si një vezë që ka lindur bashkë me pajisje teknologjike dhe i padëmshëm, por në fakt nuk është kështu. Për ekspertët, qëndrimi për një kohë relativisht të gjatë në tualet është i dëmshëm për shëndetin. Së pari lidhet me rrezikun e shfaqjes së hemoroideve dhe dobësimit të legenit. Ka edhe një shpjegim për këtë që lidhet me fizikën. Graviteti na mban në tokë apo jo, por i njëjti gravitet e bën trupin të punojë për qarkullimin e gjakut. Froni prej porcelani në formë ovale ku ne ulemi në tualet është një pozicion shumë më i ulët se sa një koltuk. Rrjedhimisht krijon një lloj presioni në trup dhe vështirëson funksionet normale të qarkullimit të gjakut. Së dyti mund të shkaktojë prolapsi rektale që në gjuhën e thjeshtë është dëmtimi i zorës së trashë që mund të pësojë edhe entje dhe irritime. Ekspertët thonë se nuk duhet të qëndroni në tualet më shumë se 10 minuta.